Sheve Kurani ndikon edhe fizikisht, edhe organikisht. Jo vetëm në aspektin shpirtëror. Tregon doktor Malik Bedri, një neuropsikiatër. Thot e kisha një rast shumë të rëndë në trajtim. Njëri me ngarkesa psiqike, me depresion. Thot ishte një vajzë e re, i përdora krejt metodat e trajtimit të saj. Krejt ato që i parashesh shkenca me trajtu për me e shkarku këtë vajzë pej depresionin cilën jeton të ajo. Dhe thot kishte piklim, kishte shqetësim, kishte depresion, nuk ishte e knasht me vetën, kur gjo ju duke se s'ka bon jetën e saj. Edhe unë këtë metodat hiç nuk po ndhez, asë një metod, asë një miligram ndryshim të ajo. Thot një ditë për dytve, se di se si shmudha nisa me lezu Kur'an. Edhe nisa me lezu ajetet Kur'anit që flasin për faljen e gjunaheve dhe rahmetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe u çudita prej ndikimit që la kjo që lezova para saj. Çka lezoj ky neuropsikiatri që ka qenë edhe hoxh njëkohësisht? Thot lezova ajetet kuranore të surës Ali Imran, 133, 134, 135, 136. 4 ajete, ama me të vërtet me i lezu ato për një me se cilit njëri që të sot shpirti. Thot Allahu dhu gjelal, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Nëcitoni drejt faljes nga Zoti dhe xheneti i tij, i cili është i gjerë sa qielli dhe toka dhe është bogati për ata që janë takva. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra wal-kadhimin al-ghayz, ata që japin kur kanë e kur s'kan dhe përmbrojnë vetveten kur i dhënohen, wal-afina 'anil nas, dhe i falin njerëzit kur gabojnë atyre, wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i don ata që bëjnë mirë, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله, dhe ata që kur bëjnë gjëra imorale apo i bëjnë zullum vetvetes e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje te Allahu për gjunahet e tyre. A ka kush i fal gjunahet veç Allahut? S'ka, veç Allah është ai që i fal. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dhe nuk insistojnë me vazhduan këtë punë tek Shia duke e ditë. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, atyre u takon shpërblim falja nga Zoti i tyre, wa jannatin tajri min tahti al-anhar, dhe xhennete nër të cilët rredhin lumej, khalidina fiha, aty janë përgjithmonë, wa ni'ma ajrul amilin, sa shpërblim i mirë është pe Allahut kjo për ata që bëjnë punë të mira. Thot ja lexova këtu ajete, thot subhanallah, nisi me kajt, e u qetësu, u rahatu, edhe tha, kur kaq këndshëm, kaq mirë si jam ndjerë. Kurani është ilaç për smundjet psiqike, për smundjet organike, për smundjet shpirtnore, për smundjet fizike, për këtë problemet tona është Kurani ilaç. Shifet që thot një doktor tjetër, Mahmud Yusuf Abdu. Thot është bën një studim në Philadelphia, në Amerikë. Si ndikon Kurani të ata që kanë stres, depresion. është bërë domethënë në klinik. Nuk është bërë kjo në klinik. Në Amerikë 97% të gjithë atyre që i kanë testuar me Kur'an kanë ndarë se Kur'ani ka efekt jashtëzakonshëm në shërimin e stresit dhe depresionit të tyre. Subhanallah. E na s'kena vakt për Kur'an. Umeti Kur'anit, mos me konë Ramazanin, ndoshta neve se prekim Kur'anin hiç. Apo s'na bie rast neve me ndëgju Kur'an shumë. E jo muslimanët po bëjnë testime, po bëjnë eksperimente, me pa se si ka mundësi me ndiku Kur'ani te ata që kanë smundje të rënda të depresionit dhe stresit, smundje të rënda psiqike. Edhe po se 97% po kanë efekte pozitive. Nuk shifër, kjo është shifër shumë e madhe, 97%. Edhe na s'kena vakt pastaj me ndëgju Kur'an.